Qysh e përjetojnë fëmija vdekjen e njënit prind? Edhe kjo, vdekja, po? E qëto këm dash pak më nalë. Qysh e përjetojnë fëmija vdekjen e njënit prind? Ose dy prindve? Ose nëse jetojnë vetëm? Sigurisht që keq. Shumë keq. Qa ndodh me një fëmi nëse i dek baba? Qysh ka mu rrit qaj fëmi? Po varet sa e ka nanën tani, sa nana e kompenzon edhe babën. Sigurisht që tani automatikisht nëse baba ndron jetë, atëherë nana do ta kryej funksionin e dy prindërve. Varet krejt sa e ka fuqin në raport me fëmijët e vet. Për çaj vyn baba një fëmis? Çfarë zhvillimi i mundson baba fëmis? Fuqin, do të vetbesimin, figura trore sigurisht që është e pazavendësueshme. Ka shi me figurën e nanës, secili ka pozicionin e vet të rëndësishëm, ka shi me rritje dhe zhvillimin e fëmisë. E nana çfarë i duhet një fëmis? I duhet përgjithësi për rritje, zhvillim. Do thotë sigurisht që edhe nana dhe baba e kanë rolin e vet të pazavendësueshëm rritje dhe zhvillim të fëmisë. Kur është më keq një fëmijë? Nëse i des baba, nëse i des nana? Nuk ka. Nuk filirem ke bo pyetje të vështirë. Të dy prind janë të rëndësishëm të fëmija. Po, për shembull, unë shpesh më ka ra me një njerëz që ju ka dek baba, kanë thonë, po, më ka dek baba, po, dyqysh e kom pas nanën, e kom pas edhe babë edhe nanë. Po fëmis kur i dek nana, dyqysh çat herë për një me bëhet jetim. Pjesë e dhëmshme shumë është humbja e nanës të fëmija. Jo pse dhe baba nuk është i rëndësishëm të fëmijët, po pjesa e nanës është pjesa më e rëndësishme.